Këto ditë këtu në Shtetet e Bashkuara u zhvillua konferenca për bashkëpunimin ekonomik të Ballkanit Perëndimor. Në konferencën e cila u zhvillua në Baltimore, Kosova u përfaqësua nga zëvendës kryeministrja dhe ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, zonja Mimoza Kusari Lila, e cila është e ftuar sot në studion tonë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma Lila, mirë se gjej. Për mos t'ju larguar atmosferës së Kosovës, ne sapo ndoqëm raportimin e korrespondentit tonë në lidhje me debatet për buxhetin. Duket se ka një ndasi të madhe mes faktit të ardhurave dhe shpenzimeve. Mendoni se mund të provokoj një krizë kjo situatë? Nuk është një situatë e lehtë, në fakt është sfida më e rëndë për qeverinë e re të Kosovës, për arsye se është një vendim i cili prek edhe pjesën tjetër të vitit, domethënë deri në fund të vitit, por gjithashtu edhe ka të bëjë me një paqe sociale në mes të qeverisë dhe gjitha kategorive të cilat janë premtuar rritja e pagave. Në fakt edhe gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shfrytëzova rastin takohem me përfaqësues të Fondit Monetar Ndërkombëtar, përfaqësues për Kosovën dhe përfaqësues domethënë të shteteve të cilat kanë përfaqësim në bordin e drejtorëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Gjithë janë të interesuar të afrohen për qëndrimet dhe Kosova të dalë me një vlerësim pozitiv në mënyrë që të vazhdojë me projekte tjera. Është diskutim i cili natyrisht një diskutim lidhur me gjetjen e mundësive për përmirësimin e performancës së buxhetit të Kosovës, nuk ka të bëjë vetëm me buxhetin si të tillë i cili diskutohet në parlament, por duhet të diskutohet në një kuptim më të gjerë në të gjitha reformat ekonomike dhe buxheti i Kosovës në vazhdimsi në gjithë periudhën e pasluftës, në këto 12 vitet e fundit ka qenë një buxhet i cili ka adresuar disa çështje urgjente, por gjithsesi tani duhet të kalojë në një fazë tjetër në formën që nuk do të ketë kaq vashmëri të madhe vetëm domethënë edhe nga buxheti, po edhe një ngritje të sektorit privat. Le të flasim për çështjet më konkrete që ngrihen. Do të ketë një përplasje mos pajtim mes jush dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, ndërkohë që kryeministri juaj thotë do ketë një rritje deri në 50, 40, 30% të pagave të rrogave me një buxhet që ka më shumë shpenzime se të ardhura. Do ketë një përplasje? Po përderisa ne jemi duke biseduar me Fondin Monetar Ndërkombëtar, konsideroj se nuk, domethënë mund të ketë një dallime në mendime, por nuk ka përplasje. Edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, edhe Qeveria e Republikës Kosovës janë të interesuar të përafrojnë mendimet. Kemi biseduar me njerëz të cilët do ta përfaqësojnë Kosovën në, domethënë, bordin e drejtorëve të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe jemi shumë të interesuar që në vazhdimsi ky debat të vazhdojë në mënyrë që të parafrojnë qëndimet. Po them edhe një herë, nuk ka se ka dialog të mbyllur ose ka pozicione tërësisht të kundërta, ka dallime në mendime, është marrë një vendim i cili nuk ka qenë konform një vendimi të Fondit Monetar Ndërkombëtar, tani duhet të shihen mënyrat se si, domethënë cilat janë kompromise tjera që Kosova mund t'i bëjë në mënyrë që ky vendim i Qeverisë Republikës Kosovës vlerësohet pozitiv, Kosova tregoj se është një shtet serioz, ka një qeveri serioze dhe që do të prezantojë objektiva të cilave do të qëndrojë besnike në 3 vitet e ardhshme. Tjetër temë e nxehtë është çështja e privatizimit të postës dhe telekomunikacionit. Një çështje shumë e nxehtë në fakt. Duhet përfshirë dhe pse u përfshin në debat në buxhetin? Po është e vërtetë ajo që u thas se ka qenë edhe domethënë edhe në debatin e kaluar Posta Telekomi e cila solli deri te kriza institucionale, domethënë arsyeja e fundit. Megjithatë arsyeja që është përfshirë në paketën e buxhetit është se duhet të hyra nga privatizimi i Postës Telekomit Kosovës për një qëndrueshmëri buxhetore dhe ky është një fakt i njohur. Megjithatë, për dallim prej herës kaluar se si është prezantuar në buxhet, këto hyra tani nuk janë limituar, nuk është vënë një çmim postës, do të lëhet në tregu, domethënë ta vlerësoj se cili është çmimi i tregut për privatizimin e 75% të aksioneve të Postë Telekomit të Kosovës, ndërsa është e përfshirë një pjesë e cila është domethënë paraport të inkasohet këtë vit në mënyrë që pastaj edhe vitet në vijim, domethënë në vitin vijim, në vitin 2012 të inkasohet një pjesë tjetër. Është pjesë e paketës e cila i prezantohet edhe parlamentit, por edhe Fondit Monetar Ndërkombëtar në raport me të hyrat dhe shpenzimet për buxhetin e Kosovës. Opozita por ka dhe zëra nga analistët financiarë, të cilët thonë se Kosova do të përballet me një krizë financiare nëse ky buxhet miratohet në bazë të këtyre ndasive që sapo i diskutuan pak më lart. Cili është mendimi juaj? I vlerësoni, merrni parasysh këtë opinion? Natyrisht se i marrim parasysh, natyrisht se nuk është një situatë e lehtë. Unë e përmenda që në fillim që është kriza ose themi nëse nuk kalohet mbetet krizë, por nëse te kalohet është një ndër sfidat kryesore të qeverisë së Republikës Kosovës. Megjithatë unë konsideroj se është ende më krizë nëse nuk kalohet buxheti. Për arsye se në kuadër të këtij buxheti ashtu siç u përmendet edhe nga reporteri ynë nga Prishtina është se domethënë kemi të bëjmë me pagat e punëtorëve dhe shpenzimet e shumë agjencive tjera buxhetore. Kosova ende sot e ka situatën e tillë që sektori publik është punëdhënësi më i madh. Domethënë ne jemi në përgatitje, domethënë është prezantuar vetëm paku legislative e cila duhet lëviz këtë punësim që duhet kaloj punësimi më tepër në sektorin privat, forcohet sektori privat, por në situatën në cilën jemi mos kalimi i buxhetit është ai i cili do e kërcënon Kosovën me krizë më tepër se sa kalimi i këtij buxheti për vitin 2011.
2019. Leti kthehemi tani pjesëmarrjes tuaj në konferencën e Baltimorës. Keni marrë sinjale pozitive për shtimin e investimeve në Kosovë? Po në fakt ka qenë një prej konferencave ose samiteve, në them samiti i Shteteve Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor dhe Ballkanin Perëndimor, një ndër samitet cilat kanë vlerësuar se me të vërtetë ka qenë një përfaqësim i cili ka mundësu facilitimin e lidhjeve me bizneset amerikane, por edhe bizneset rajonale. Si në nivelin politik, si në nivelin ekonomik ka pas një përfaqësim të gjerë. Pjesëmarrës kanë qenë dy president shtetës, ai Mali Zi dhe i Bosnjës së Hercegovinës, dy zëvendës kryeministra dhe një mori ministrave. Mungoi Serbia për arsye të prezencës Kosovës. Ne kemi vlerësuar edhe në hapje të samitit se mos prezenca e Serbisë tregon vetëm një mohim të realitetit në Ballkan që ka ndodhur, një mohim i bizneseve, mohim i qeverisë serbe për bizneset e veta që të facilitojnë lidhjet më të tjeshme. Atë sa jemi parafruar me biznese amerikane, atë sa kemi shkëmbyer informata, kemi dhënë informata për Kosovën, po të njëjtën kemi marrë edhe interesim edhe nga bizneset e rajonit, nga Kroacia, Mali Zi dhe Bosnia Hercegovina. Mendoj se është shumë i rëndësishëm fakti që kemi dialogu, kemi bisedu me përfaqësues të shtetit të Bosnjës Hercegovinës, duke filluar nga presidenti dhe ministrat e qeverisë, që është shumë e rëndësishme për Kosovën, duke marrë parasysh se Bosnia është një shtet që ende nuk e ka njoft Kosovën, por gjithsesi që edhe ka interesim të madh për bizneset. Një gjë që më duhet ta cek, në asnjë instancë nuk janë përmendur çështjet politike. Domethënë, është bën u krijua një atmosferë se në Kosovë nuk do të ketë investime, se Kosova nuk është tërheqëse për shkak të raporteve të fundit cilat kanë ndodhur, për shkak të zgjedhjeve të tjera, në asnjë instancë nuk është bërë kjo pyetje. Gjitha pyetjet që kanë qenë për ambientin e biznesit, për legjislacionin, për normat e tatimeve në Kosovë, prandaj kjo është shpresë dhënëse dhe neve në fakt kemi marrë edhe komente se çka ne duhet bëjmë për të tërhequr investime më tepër në Kosovë, por gjithashtu edhe ta krahasojmë Kosovën në raport me vendet e rajonit. Unë ju falenderoj për brendin në studion tonë, ju uroj suksese. Faleminderit shumë për ju.